Shtëpia e Bardhë ka publikuar një plan të ri paqe të mbështetur nga Izraeli për t'i dhënë fund luftës në Gazë dhe ai përfshin dy emrat e njohur, Donald Trump dhe Tony Blair. Çfarë parasheh plani? Gaza do të qeverisej nga një komitet i përkohshëm palestinez, i përshkruar si teknokrat dhe jo politik, ku Hamasi, që shihet si organizatë terroriste, nuk do të bënte pjesë. Ekipi do të merrej me ofrimin e shërbimeve të përditshme publike, me ndihmën e palestinezëve të kualifikuar dhe të ekspertëve ndërkombëtar. Kush do ta mbikëqyrte? Një organ i ri ndërkombëtar, i quajtur Bordi i Paqes. Presidenti amerikan Trump do ta udhëhiqte atë, ndërsa ish kryeministri britanik Blair do të shërbente për krah figurave të tjera. Çfarë do të bënte ky organ? Bordi i Paqes do të menaxhonte fondet dhe rindërtimin e Gazës deri në përfundimin e programit të reformave të autoritetit palestinez. Nuk ka afat të përcaktuar. Nëse nis të zbatohet, plani parasheh ndalimin e menjëhershëm të operacioneve ushtarake. Hamasi do të duhej t'i dorëzonte armet dhe ato do të duhej të shkatërroheshin. Brenda 72 orëve, grupi i palestinez do duhej t'i lironte 20 pengjet izraelite, si dhe trupat e pengjeve të tjera që besohet se kanë vdekur. Hamasi tha të martën se do të diskutojë planin e paqes për Gazën përpara se të japë një përgjigje. Autoriteti palestinez së bashku me disa shtete me shumicë muslimane kanë deklaruar se e mirëpresin përpjekjen e Trumpit për t'i dhënë fund luftës.